Momentet e qetësisë në shtëpi janë gjithmonë mashtruese. Pas gjithë zhurmës, debateve, lotëve dhe përplasjeve, vjen ajo heshtje e çuditshme ku askush nuk flet, por gjithçka ndihet. Alba është ulur në cep, e lodhur, me shikimin diku larg. Nuk po kërkon vëmendje. Për herë të parë, nuk po flet. Dhe pikërisht kjo heshtje e saj është ajo që e tërheq limin. Ai afrohet ngadalë. Pa zhurmë. Pa sfidë. Pa ton loje. Vetëm një hap i matur, sikur të kishte frikë ta tremte momentin. Shtëpia duket sikur ndalon për pak sekonda. Banorët e tjerë ndjejnë që diçka po ndodh, por askush nuk guxon të ndërhyjë. Kamera kap vetëm fytyrat, syt, frymëmarrjet. Më ka marrë malli, thot Limi me zë të ulët. Nuk është një fjali e madhe. Nuk është dramatike. Por bie rënë. Alba nuk reagon menjëherë. Syt I lëvizin, sikur po kërkon një përgjigje brenda vetes. Ka kaluar shumë. Ka thënë shumë. Ka qarë shumë. Dhe tani, përballë saj, është ai njeri që e ka bërë të ndihet njëkohësisht e fortë dhe e thyer. Po mbaroj për një puthje nga ti. Fjalët dalin nga Limi pa forcë, pa manipulim. Janë më shumë rrëfim se sa kërkesë. Nuk ka presion. Ka vetëm një lloj dorëzimi emocional. Ai I afrohet pak më shumë, por ndalon. Nuk e prek menjëherë. Sikur po I jep kohë, sikur po I thot pa fjalë, vendoset I Alba merr frymë thellë. Shikimi I saj nuk është më I ashpër. Është I lodhur. I butë. I pasigurt. Kur ai më në fund e prek lehtë, është vetëm një ledhatim I vogël, I kujdesshëm në krah. Asgjë e tepruar. Vetëm një gjest që thot, jam këtu. Alba nuk largohet. Dhe kjo, për Limin, është gjithçka. Minutat kalojnë ngadalë. Nuk ka puthje të menjëhershme. Ka fjalë të pashprehura që rrinë në ajër. Ka kujtime që rikthehen pa u ftuar. Ka gjithë atë histori mes tyre që nuk fshihet me një gjes, por as nuk shtuket. Nuk po kërkoj premtime, thot ai. Vetëm një moment. Alba mbyll syt për pak. Sikur po peshon gjithçka. Frikën, krenarin, dëshirën për të mos u lënduar më. Dhe kur hap syt, nuk ka më zemërim aty. Vetë. Një ndjesi dorëzimi të përkohshëm. Ajo afrohet pak. Vetëm pak. Sa për të thënë që ende ka diçka. Puthja, kur ndodh, është e shkurtër. Jo për kamerën. Jo për lojën. Por mjaftueshëm e gjatë sa për t'i bërë të dy të kuptojnë që asgjë nuk ka përfunduar vërtet. Dhe ndoshta asgjë nuk ka filluar sërish. Është thjesht një pauzë në mes të kaosit. Banorët nuk flasin. Disa kthejnë kokën. Disa shikojnë. Të gjithë kuptojnë që ky nuk është një moment strategjie. Është një dobësi e përbashkët, e zhveshur nga fjalët e mëdha. Kur Limi largohet pak, ai nuk buzëqesh. Alba nuk qan. Nuk ka fitore këtu. Vetëm dy njerëz që për një çast harruan kamerat, zhurmën, krenarin dhe u kthyen tek ajo që I kishte lidhur që në fillim, një ndjenjë që s'po di të ikë. Dhe shtëpia vazhdon. Por diçka ka ndryshuar. Jo sepse u puthën, por sepse të dy e pranuan që ende ndjejnë. Dhe ndonjëherë, kjo është më e rrezikshme se çdo dramë. Askush nuk e kuptoi si filloi. Fillimisht ishte vetëm një zëm I lartë se zakonisht, një debat I vogël në kuzhinë që u përshkallëzua brenda pak sekondash. Kamera po ndiqte një bisedë të zakonshme, kur papritur mikrofonat kapën britma të forta, jo më fjalë, por ulërima paniku. Regjia u hutua. Operatorët nuk dinin këtë ndiqnin. Në ekran u pa vetëm një lëvizje e çrregullt, kamera që dridhej, fytyra të zbehta. Hapni derën. Zëri vinte nga korridori. Një zë femre, I ngjyrur, I thyer nga frika. Ju lutem, hapni derën, nuk ndihem e sigurt. Banorët dolën nga dhomat një nga një, të shokuar. Askush nuk po kuptonte çfarë po ndodhte realisht, por energjia në ajër ishte e rëndë, mbytëse. Një debat verbal kishte kaluar në përplasje fizike, shtyrje, tension ekstrem. Produksioni hezitoi për disa sekonda fatale, pastaj ekrani u bë I zi. Transmetimi ndërpritet. Në prapasken, kaos. Regjia bërtet në kufje. Çfarë po ndodh aty brenda? Hapni derën e emergjencës. Hiqni kamerat.
Brenda shtëpisë, një banore dridhej, e mbështetur pas murit, duke qarë pa zë. Nuk dua të rri më këtu, nuk dua, ju lutem. Një tjetër banor po përpiqej të ndante dy persona që po bërtisnin njëri tjetrit, jo më për lojë, por nga një shpërthim emocionesh të mbledhura prej javësh. Nuk kishte më strategji, nuk kishte më role. Vetëm njerëz të lodhur psikologjikisht, të mbyllur në një hapësirë që kishte pushuar së qeni lojë. Kur transmetimi u ndërpre, jashtë shtëpisë filloi stui mediatike. Analiza e skandalit jashtë shtëpisë. Brenda minutave, rrjetet sociale shpërthyen. Çfarë ndodhi? Pse u fik live? Pse po bërtisnin, hapni derën? Thashe themet u rritën më shpejt se faktet. Çdo njeri kishte versionin e vet, një britm u kthye në histori. Një shtyrje u kthye në sulm. Një ndërprerje teknike u lexua si fshehje e së vërtetës. Publiku nuk kërkonte më sqarim, kërkonte gjah emocional. Produksioni heshti për orë të tëra, dhe kjo heshtje ishte benzina mbi zjarr. Sepse në reality show, kur nuk ka informacion, imagjinata e publikut bëhet brutale. Monologu i banores, pas ngjarjes. Unë nuk po them që dikush është përbindësh. Po them që kjo shtëpi na ka çuar në limin. Kur je i mbyllur, i vëzhguar, i gjykuar çdo sekond, një fjalë mjafton që gjithçka të shpërthejë. Kur bërtita hapni derën, nuk ishte skenar. Ishte frikë. Frikë nga humbja e kontrollit, jo nga njerëzit, por nga situata. Nuk dua të rri më në një vend ku zërat ngrihen më shpejt se arsyeja. Ku dhimbja përdoret për lojë. Ku produksioni reagon vetëm kur kamerat rrezikohen, jo kur njerëzit. Përfundimi. Ajo natë nuk ishte një skandal i vetëm. Ishte kulmi i presionit, i keq menaxhimit emocional, i një loje që harroi kufirin mes dramës dhe shëndetit mendor. Nuk kishte kafsh. Kishte njerëz të thyer. Dhe një sistem që e lejoi thyrjen të vazhdonte derisa transmetimi u fik, sepse realiteti u bë shumë i errët për ekranin. Kur Hygerta ja drejton pyetjen Limit për Albën, qa e ka gjetë? Mos i ke bërë lavazh truri? Në fakt nuk është thjesht një pyetje. Është një akuzë e mbështjellë me ironi, një dyshim i hedhur në ajër që lë të kuptohet se Alba nuk është më vetvetja, se diçka nuk shkon, se sjellja e saj është e pashpjegueshme pa një ndikim të jashtëm. Dhe ky ndikim, sipas kësaj logjike, është Limi. Por a është vërtet kështu? Në realitet, kjo pyetje nxjerr më shumë në pahutimin e banorëve se sa ndonjë të vërtetë të fshehtë. Sepse ajo që po shohin të gjithë është një Alba e shpërbër emocionalisht, e paqëndrueshme, që reagon në mënyrë disproporcionale për çdo situatë. Dhe kur njerëzit nuk arrin ta kuptojnë një sjellje, instinktivisht kërkojnë një fajtor. Këtu hyn Limi, figura më e afërt, më e lehtë për t'u etiketuar si shkaktari. Por Limi, në këtë pikë, duket më shumë si pasojë se sa si shkak. Ai nuk po sillet si dikush që kontrollon, manipulon apo ushqen dramën. Përkundrazi, ai mban distancë, flet pak, shmang konfliktin dhe përpiqet të mos e ushqejë zjarrin që Alba ndez çdo ditë vetë. Dhe kjo qetësi e tij, çuditërisht, i irriton edhe më shumë të tjerët. Sepse në një ambient ku drama është valuta kryesore, qetësia shihet si ftohtësi, si indiferencë, madje si faj. Hygerta, si shumë të tjerë, nuk e kupton se Alba nuk ka nevojë për lavazh truri për të mos u dukur mirë. Ajo po përballet me pasojat e zgjedhjeve të saj emocionale. Po përballet me faktin që një lidhje mbaroi, që pritshmëritë e saj nuk u përmbushën dhe që tani duhet të vazhdoj përpara në një lojë ku askush nuk është i detyruar ta mbajë për dorë. Alba sot nuk duket keq sepse dikush e ka manipuluar, por sepse ajo refuzon të pranojë realitetin. Ajo flet shumë, por nuk dëgjon. Qan shumë, por nuk reflekton. Reagon fort, por nuk analizon. Dhe kjo e bën sjelljen e saj të duket e çrregullt, e paqartë, her pas here edhe kontradiktore. Një ditë thot se është e fortë, ditën tjetër shembet për një fjalë të thënë në korridor. Pyetja e Hygertës, edhe pse duket spontane, vjen nga një ndjesi kolektive, kjo vajzë nuk është mirë. Por gabimi është që kjo gjendje kërkohet të shpjegohet me ndikimin e dikujt tjetër, jo me përgjegjësinë personale të Albes. Është më e lehtë të thuash dikush ja ka bërë, se sa të pranosh që ndonjëherë njerëzit thjesht nuk dinë ta menaxhojnë dhimbjen e tyre. E vërteta është që Alba po e përdor konfuzionin e saj si mburoj. Sa herë që vihet në diskutim, ajo kthehet tek emocioni. Sa herë që ngushtohet në argumente, ajo hap një kapitull të ri lotësh.
Dhe kjo krijon idenë sikur ajo është e brisht, e ndikuar, e paqëndrueshme, kur në fakt ajo është thjesht e mbingarkuar dhe e papërgatitur për pasojat. Limi, nga ana tjetër, nuk ka nevojë të mbrohet shumë. Sjellja e tij flet vetë. Ai nuk e shfrytëzon gjendjen e Albes, nuk e provokon publikisht, nuk e ushqen dramën. Dhe pikërisht kjo mungesë reagimi e bën të duket sikur di diçka ose ka bërë diçka. Por ndonjëherë njeriu thjesht zgjedh. Alba nuk u përplas rastësisht me gjithë banorët. Kjo ishte pasojë direkte e mënyrës si ajo vendosi të menaxhonte ndarjen me Limin. Që nga ai moment, shtëpia u kthye në një skenë teatri ku çdo ditë luhet e njëjta shfaqje. Alba si protagoniste absolute, dhimbja e saj si temë qendrore dhe banorët e tjerë të detyruar të jenë spektatorë pa dëshirë. Nuk ka rëndësi çfarë po ndodh realisht në lojë, çdo rrugë të çon tek e njëjta pikë, Alba, ndarja, lotët dhe drama. Problemi nuk është se ajo po vuan. Ndarjet dhe zhgënjimet janë njerëzore. Problemi është se ajo refuzon të dalë nga roli i viktimës, sepse aty ndihet më rehat. Sa herë që dikush përpiqet t'i flasë me logjik, Alba e mbyt bisedën me emocione të tepruara. Zëri i dridhur, syt me lot, pauza dramatike dhe pastaj një fjalim i pafund që zgjet 20-30 minuta, ku përsëriten të njëjtat fjali në forma të ndryshme, derisa çdo mesazh humbet kuptimin. Ajo nuk dëgjon më askën. Çdo mendim ndryshe nga i saj interpretohet si sulm. Çdo kritik, sado e butë, shihet si padrejtësi. Dhe kjo është arsyeja pse banorët u kthyen kundër saj, jo sepse janë të pamëshirshëm, por sepse janë të raskapitur emocionalisht. Askush nuk ka energji të merret çdo ditë me një person që e shndërron çdo situatë në tragjedi personale. Ironikisht, Alba kërkon empati, por nuk ofron asnjë. Ajo nuk pyet si ndihen të tjerët, nuk reflekton mbi sjelljen e saj, nuk pranon që ndonjëherë gabon. Për të gjithçka është bardhë dhe zi, ajo është e lënduar, të tjerët janë fajtor. Dhe kjo e bën dramën edhe më të rëndë, sepse nuk ka rrugdalje, vetëm rrotullim në vend. Ndërkohë, Limi vazhdoi përpara. Me qetësi, me distancë, duke u fokusuar tek loja dhe vetja. Kjo, në vend që ta ndihmonte Albën të çlirohej, e acaroi edhe më shumë. Sepse tani, përveç dhimbjes, ka edhe inatin që ai nuk po vuan publikisht si ajo. Dhe kështu, çdo lot bëhet më i zhurmshëm, çdo monolog më i gjatë, çdo dramë më e egzageruar, sikur të thotë, shikoni sa keq jam, pse nuk po ndaloni të gjithë. Hë për mua. Por loja nuk funksionon kështu. Askush nuk e ka detyrim të mbaj peshën emocionale të një personi të vetëm, sidomos kur ai person nuk bën asnjë përpjekje të ngrihet vetë. Lotët, kur përsëriten pa reflektim, humbin forcën. Fjalët, kur thuhen shumë herë pa ndryshim, bëhen zhurmë. Dhe Alba, pa e kuptuar, po e djeg vetë imazhin e saj. Në fund të ditës, drama e saj nuk është më prekse, është e lodhshme. Nuk është më e sinqertë, duket e kalkuluar. Dhe kjo është arsyeja pse publiku dhe banorët nuk reagojnë më si në fillim. Sepse dhimbja që nuk shndërrohet në forcë, por përdoret si armë, pushon së qeni dhimbje dhe kthehet në strategji. Konflikti mes Albës dhe Limit ishte një nga ato përplasje që nuk lindin brenda një momenti, por ushqehen ngadalë nga shgënjimi, xhelozia dhe fjalët e pathëna. Për një kohë të gjatë, marrëdhënia e tyre kishte humbur ekuilibrin. Alba ndjente se po luftonte e vetme për diçka që dikur kishte kuptim, ndërsa Limi sillej gjithnjë më indiferent, sikur gjithçka që kishin ndërtuar nuk kishte më peshë. Gjithçka filloi me debate të vogla, komente ironike dhe provokime të fshehura. Alba përpiqej të fliste, të sqaronte ndjenjat e saj, por shpesh përballej me mbyllje dhe ftohtësi. Ajo e ndjente se Limi nuk ishte më i njëjti, se vëmendja e tij ishte shpërndar diku tjetër. Përmendja e Dolces ishte ajo që e thelloi edhe më shumë hendekun mes tyre. Për Albën, Dolce nuk ishte thjesht një emër, por simbol i gjithçkaje që ajo ndjente se po humbiste. Dita e konfliktit ishte e ngarkuar që në fillim. Tensioni ndihej në ajër, në mënyrën si shmangnin shikimin e njëri tjetrit, në heshtjet e gjata dhe frymëmarrjet e rënda. Alba nuk e mbajti më brenda. Ajo shpërtheu, duke i hedhur në fytyrë Limit gjithçka që e kishte lënduar, sakrificat që kishte bërë, faktin që kishte lënë njerëz dhe ndjenja pas për të, kohën dhe energjinë që kishte investuar, ndërsa nga ana tjetër kishte marrë fjalë përçmuese dhe mungesë respekti. Debati u zgjat për rreth 30 minuta. Zërat u ngritën, fjalët u ashpërsuan dhe çdo fjali sillte një tjetër akuzë.
Alba fliste me pasion, me dhimbje dhe zemërim, ndërsa Limi herë përpiqej të mbrojë, herë humbiste kontrollin dhe I kthente përgjigje edhe më provokuese. Asnjëri nuk dëgjonte më, të dy ishin të fokusuar vetëm te nxjerrja e mllefit. Situata doli jashtë kontrollit kur fjalët nuk mjaftuan më. Alba, e pushtuar nga emocionet dhe ndjenja e padrejtësisë, reagoi në mënyrë impulsive dhe e goditi Limit me shpull. Ishte një moment I shkurtër, por me peshë të madhe që ndryshoi gjithçka. Pas goditjes, për disa sekonda mbretëroi një heshtje e rëndë, sikur të gjithë e kuptuan se e ishte kaluar një kufi. Në atë çast, Limit Labinoti u fut menjëherë në mes për t'i ndarë. Ai ndërhyri me forcë, duke u përpjekur të ulte tensionin dhe të ndalonte përshkallëzimin e mëtejshëm të konfliktit. U përpoq t'i qetësonte, tu kërkonte të ndalonin dhe të largoheshin nga njëri tjetri. Ishte e vështirë, sepse emocionet ishin ende të ndezura dhe askush nuk ishte gati të tërhiqej. Alba shpërtheu në lodh, e tronditur jo vetëm nga situata, por edhe nga vetë reagimi I saj. Limi qëndronte I ngrirë, mes zemërimit, habis dhe shgënjimit. Konflikti kishte lënë pasoja të thella. Nuk ishte më thjesht një debat, por një përplasje që kishte shkatëruar çdo përpjekje për mirëkuptim. Në fund, të dy u larguan me ndjenja të rënda dhe pa asnjë zgjidhje. Ajo që kishte nisur si një marrëdhënie me shpresë dhe afrimitet, përfundoi në një konflikt të ashpër, duke treguar se kur mungon komunikimi dhe respekti, çdo ndjenjë mund të shndërrohet në përplasje dhe dhimbje.